Ibn Kajimi, morali është esenca e besimit dhe plotësimi i besimit. Nëse nuk ke moral, veprat tuaja të mira janë të pakta dhe pak të shpërblieshme nga Zoti xhaleshanuhu. Por veprat e mira dhe adhurimet që i bën me moral janë të dashura tek Allahu xhaleshanuhu dhe janë tepër të shpërblieshme nga ana e Zotit xhaleshanuhu. Prandaj elementi i parë që duhet shiquar mbas çdo ibadeti dhe adhurimi i nderuar i vëlla, shiqohet se a u plotësua barem një gradë morali dhe sjellja jote. E krije namazin, e krije agjerimin, edhe zeqatin, shiqo zemrën tënde. A je më i afër ke Zoti dhe ke njerëzit apo jo? E në të kundërtën, nëse krije adhurime, haxhe dhe kështu me radhë, por nëse zemra të qëndron e ngurët, atër pikpjetje e madhe se sa shpërblehesh për adhurimin që e ban